Problemi me qenë ndacak në komunën e Gostivarit po merr për masa shqetësuese, duke u kthyer në një nga temat kryesore të diskutimit në Këshillin Komunal. Këshilltarët nga taborët të ndryshme politike kanë bashkuar zërin për të kërkuar një zgjidhje të menjëhershme dhe institucionale për këtë dukuri që po rrezikon sigurinë e qytetarëve, sidomos të fëmijëve. Këshilltari Demir Ali Shaini ka kërkuar ndërhyrjen urgjente të institucioneve komunale, duke alarmuar për një situatë të rëndë në fshatin Debresh, ku para pak ditësh u kafshua një fëmijë 9 vjeçar. Sipas tij, ky nuk është një rast i izoluar. Para disa ditëve kishim një rast në fshatin Debresh, ku është një fëmijë moshës 9 vjeçare u kafshu. Nuk është ky rasti i vetëm, do thoja. Brenda 2 muajve ka pasur 4-5 raste, a më i keqja atyre është se gjithë qenë rinë të shkolla. Me thonë është problem goxha i madh, a problemi më kryesor është se e kanë gjetur rrugën e lishojnë me një ere prej pjesës magjistrales të Patarina pika pagesora, ati me një ere i lishojnë krejt kamionat qenë të ndacak edhe ata direkt afrohen deri në fshat, a shumica janë të shkolla, 5 raste, gati 2 muajt e fundit, vetëm 5 raste në fshat ati edhe të shkolla kena. Ka dikush na informon kush mirret me këtë punë, kush e ka është procedurë të nderimi, apo është dikush i mundet na shpjegon pak a shumë se si mund ta zgjedhim këtë problem, se paraqiten në telefon si kush thot njëri e ka ky e ka ai, tash edhe ne nuk dim kujt i paraqiten. Shaini kërkoi sqarime të qarta se kush menaxhon me tenderët për trajtimin e qenëve, pasi qytetarët ndodhen në konfuzion se ku duhet t'i adresojnë ankesat e tyre. Në linjë të njëjtë me këshilltarin Shaini ka qenë edhe këshilltari vëmënor të PMNES, Martin Andonovski. Ai propozoi që mjetet financiare që komuna ndan për dëmshpërblimin e qytetarëve të kafshuar të ridestinohen për një zgjidhje kapitale. Po të mblidheshin ato para, sa mjetet të tilla financiare kemi dhënë ne për kafshimet e qenëve. A do të mundemi ato para të bëjnë një stacionar? Të bëjmë diçka konkrete? A duhet që ne të shohim urgjentisht dhe momentalisht punën, apo çojmë në mënyrë sistematike për 10-15 vite të ardhshme? Mendoj se kjo gjë duhet të shqyrtohet më mirë dhe në detaje. Kërkesat dhe shqetësimet e këshilltarëve morën mbështetjen e plotë të kryetarit të Këshillit Komunal Valdet Xhaferi. Ai porositi se ky problem nuk pret dhe ka kërkuar që të lëvizet drejt zgjidhjes pa humbur kohë, duke koordinuar hapat e mëtutjeshëm mes Këshillit dhe sektorëve kompetent të komunës.